Në qoftë se nes në ka lënë partia, do të thotë që ju keni qurë të partia jonë sa bileta, edhe ne partia s'na lanë e grisi buletat. Me që në thaulësiu, që s'na la partia. Tani, kjo ministria ju ka sjellë ca buleta për ne, apo ish vetë për Partinë Socialiste? Ha? Ta marroje për ta marroje. Ta marroje s'ka marrurë. Ta marroj pyetjet, që ishte pyetja e dytë. Se më the ti gjatë fjalës nuk i la partia. O tak, partinë ka marrë. Po jo ti qefe ke pas me shku në koncert, tani thuj edhe kot. Dale pra. Tani ky ishte kaq i mirë ky këngëtari, sa unë e njova vetëm kur do vinte në Shqipëri mas do merrte 4.3 milion euro. Fshatara valla, tani jam çik euroskeptikun. Unë jam të luan zhegu akoma. Ashtu kam qefën. Ti e emancipur, kërceve rock and roll, vure bandan, ko këti ullësia dhe kërceve rupë që tupë që ti. E për se qëllojmë, ne du me def. Te ne du me pra me def. Këto biletat ishin vetëm për freshista? Jo? Po si unë danë, kriteri. Ne dhamë ca lekë, se su bëllon bileta, ati hynë gjithë dhe njerës. U hap porta, u hap deti, u hap si portin dy korrik, se ne kemi ata eksodin e ndjetës, dy korrikut u hap si atëhere. Qa ndodhi? Ku vajtë këto biletat? Se nuk e qëllojmë dot. Ne ati nga lushe nuk dum vetëm, nësë për në vinë asi lek nga ministria, pe ka ba muzeqare. 2 milion vjetra, kënojnë gjithë muzeqeja. Ju 4.3 milion lek i mori e i, që e qynë edhe? Euro. Që e qynë edhe këngtajnë? Kanye West.